Aleluja. Shalom, shalom për të gjithë ju që po më ndiqni, Olger Spahi nga Zeri Mesias. Si që e shikoni, jemi këtu në natyrën, në krijimin e tij, në veprat e duarve të tij. Është një kohë e çmuar për të treguar mirësinë e tij dhe për të shpërndar një fjalë inkurajimi, një fjalë sensibilizimi në zemrat tona. Ministria tonë, shërbesa tonë mund ta ndjekësh në YouTube, siç e shikon tani në këtë moment. Kjo është faqja tonë, në këtë rast që ti me një email mund të abonohesh nëse se ke bërë, shtype atë zilën notifikimit që për çdo mësim që hedh apo dalim live, siç kemi vazhduar për këto vitet e fundit, ti mund të mirëpajisesh për rrugën tënde, për urtësinë që bërtet në rrugë, siç thotë fjalë të urta një, lavdiatit. Para se të kalojmë në mësimin që kisha në zemër edhe për të shëndar fjalën, do lexoja fillimisht siç duhet të bëjmë kur fillon një takim për lavditë të tija, duhet është mirë të lexojmë një nga psalmet e tija, lavdimet e tija. Në Psalmin 148 thotë: Haleluja, lavdëroni Jahuen nga qejt, lavdërojeni ju në vende shumë të lartëra. Lavdërojeni ju të gjithë engjëjt e tij, lavdërojeni ju mbar ushtrisë e tij. Lavdërojeni o diell o henë, lavdërojeni o ju mbar yje të ndritshme. Lavdërojeni ju qejt të qejve dhe ju ujra përmbi qejt. Ujrat, ku i kemi ujrat, i shikon ujrat blu, përmbi qejt, lavdijemi të tija. Tërë këto le të lavdërojnë emrin e Jahve, sepse ai dha urdhër dhe ato krijuan. Jobi 33 shpreh të njëjtën gjë, që fryma e Elohim e Zotit më ka krijuar dhe fryma e plot fuqishmit na jep jetë në shumë aspekte. Të gjitha tëra këto gjëra le të lavdërojnë emrin e Jahve, sepse ai ka dhënë urdhër dhe ato u krijuan. Ai ka vendosur për jetë lavdiatit. Do ta restauroj kur të vijë Mesia Jeshua në qiellin e ri, në tokën e re, të restauruar në gjendjen e mëparshme, sepse ati i ka vendosur për jetë dhe ka bërë një statut që nuk do të kalojë kurrë. Ai statuti e shikojmë në Eksodi 31 dhe në numrat 15, që është i përjetshëm, karakteri i atit, urdhrimet e tija, ligji i tij përsosur që ka vendosur për jetë. Lavdëroni Jahuen nga toka, ju përbindës të detit dhe mbar oqeane, zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i stëngatës që zbaton urdhrat e tij, mbar male kodra, mbar dru frutor dhe kedra, ju mbar kafshë të egërta dhe shtëpiake, reshanore dhe zoq me krah, ju mbretër të dheut të mbar popuj, princa dhe gjyqtar të tokës. Të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë, le të lavdërojnë emrin e Jahve, sepse vetëm emri i tij për lavdërohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qejt. Ai e ka rritur forcën e popullit të tij. Një arsye kjo lavdërimi për të gjithë të veçuarit e tij. Për bijtë e Izraelit një popull i afër për të. Haleluja. Haleluja, siç e dimë. Halel do thotë lavdëroni, këndoni me gëzim. Yahweh, lavdëroni Yahweh, do thotë haleluja, lavdëroni Yahweh, lavdi emrit të tij. Siç e pamë shimbushur dhe po të rim për një moment këtuja, do vazhdonim për disa minuta dhe ndoshta për disa orë, por tesha është pjesë e krijimit. Në fakt është një nga mësimet që do flas së shpejti për aspektin e krijimit dhe çdo gjë që ai ka krijuar, për të marrë kozmologjinë e vërtetë që shumë besimtarë duhemi të riprogramohemi dhe të dalim nga çdo gënjeshtër të nazës, që është një entitet, një shoqëri sekrete, masonike, që nuk përbën shkrimin dhe na kanë programuar që në bankat e shkollave siç bëjnë sot, dhe ti vllamotë shqiptar, kudo që po e dëgjon, nuk do të lejosh aspekte të tilla që fëmijët tanë kur vinë nga shkolla në një moshë kaq në këtë rast të thjeshtë, me ndërgjegjen e tyre që akoma nuk është ndotur, lutem atit që të marrësh mirësinë e tija në njohurinë e vërtetë të veprave të duarve të tija. Si thotë Psalmi 19, le ta shikojmë Psalmin 19 dhe do vazhdojmë.
Psalmi 19, lavdi emrit të Tij. Psalmi 19 thot, që të tregojnë lavdinë e Elohim të Zotit. Kupa qellore, ja ku kemi kupën qellore që është e padukshme, përmbi kupën qellore është janë ujrat që përmendëm në Psalmin 148, ato ujra që qëndonin për sipra, dhe vazhdon shkrimi thotë, kupa qellore shpall veprën e duarve të Tij, lavdi emrit të Tij. Kupa qellore, siç e dimë, masandaj përtej përsipra shikojmë ujrat, prandaj shikojnë që qielli është blu, sepse përmbi atë shtresën, kupën qellore të padukshme, kristali padukshëm, qëndrojnë ujrat që ai masandaj hapi të 7 kataraktit, portat e qiellit, thot shkrimi, kur përmbyti botën atë ditë. Dhe normal që erdhën dhe që nga poshtë, sepse u hapën dhe depo dhe burimet që Ati ka themeluar tokën mbi ujra. Dhe kemi ujra dhe lartë, lavdi emrit të Tij. Gjithsesi, do jetë mësim vete e bashkangjitur me çdo evidencë dhe për të ekspozuar çdo manipulim në të ligut që mban peng një gjeneratë për mos ditur lavdinë e Atit Jahwe që ka krijuar njeriu në shpëtyrën e Tij dhe ka vendosur veprat e duarve të Tij për të njohur atë dhe birin e Tij Yeshua Mesian që dërgoi lavdiatit. Pa humbur kohë do kalojmë tek desha të prekja në fakt një varg shumë të fuqishëm që po meditoj për disa javësh. Është mirë të meditosh në një varg, ndoshta qëndron për një javë, 2, disa muaj. Është mirë të mos largohesh prej atij meditimi kur Ati Jahwe të flet në fjalën e Tij të përsosur, që nga zanafilla deri tek zbulesa dhe masandaj janë edhe disa aspekte të tjera që kanë hequr nga dhjata e vjetër. Kjo nuk ishte për fajin tonë, por farisejt e shekullit të dytë nuk donin që biri i Atit Elohim, i Zotit, të mos tregojë popullit të Tij dhe u mbajtën peng nga heqja e këtyre librave të profetit, në këtë rast profeti Enoku apo profeti Moshe, të gjitha librat në këtë rast që janë hequr, që ishin deri në kohën e Ezras, po patjetër Ezra u mundua të restauronte atë librarinë e tempullit të atëshëm, por kur vendimarrjet bien në duart e personave nuk është mirë. Nuk është mirë dhe prandaj dhe Mesia citon për atyre librave. Citon mos gaboj në Mateu 21, mos gaboj, kur citon aspektin e ringjalljes dhe a do ketë martesë në mbretërinë që do vijë. Dhe i qorton farisejt dhe saducejt duke thënë, ju nuk e njihni shkrimin. Nuk e njihni shkrimin, tani shkrimi që ai citovi ishte profeti Enoku, që ti e shikon në këtë rast në ekran për sa i përket engjëve që në këtë rast nuk është dhënë për tu martuar, dhe në ringjallje ne do kemi trupin ynor përtej lavdisë së engjëve që dhe vetë profeti Ezra, siç mund ta shikosh në ekran, thotë lavdi emrit të Tij dhe pasandaj Mesia citon në të njëjtën kohë një libër tjetër kur ai flet me farisejt në Gjoni 8, në Gjoni 8, mos gaboj në vargu 54 deri në 56, kur qorton përsëri farisejt duke thënë që ju jeni, tha, unë e di, tha, nga genealogjia ju jeni bijtë e Abrahamit, por ju kërkoni të më vrisni, sepse Abrahami tha, e pa ditën time dhe u gëzua. Por ju nuk e bëni këtë, sepse e pa ditën time, pa ardhjen time, pa manifestimin që Ati solli për shpëtimin e njeriut dhe për ta dhe për të gjithë kombet, ata që do vendosin besimin tek ai duke u kthyer nga shkelit e ligjit dhe besuar tek Mesia Yeshua që reflekton masandaj aty në ujë
në pagëzimin e vërtetë për të marrë dhuratën e frymshenjtë. Dhe Mesia citon masandaj librin e profetit Moshe, ku Avrahami pa, si ti e shikon, pa farën e veçuar, që masandaj në ringjalljen e tij ati do ta ringjallte për të bërë si ai që ka krijuar gjithçka. Ati Jahwe, siç pamë pak më përpara rreth atit. Tani le të kalojmë në kapitulli 1 në Romakëve, libri Romakëve, ne këtë rast të marrë në studim jemi në kapitulli 10 sa po mbaruam para disa ditësh, dhe pjesa e parë është postuar në këtë rast në kanalin tonë në YouTube dhe në Facebook. Do vazhdojmë me kapitullin 11 në ditët që do vinë, por të inkurajoj merë studimin tënd për të marrë mirëpajisjen, për të marrë urtësinë, për të marrë kuptueshmërinë, sepse libri Romakëve, libri Hebrejve, gjithashtu dhe letrat e tjera janë adresuar një populli që ishte në peslidhje. Ishte në peslidhje me anë të gjakut të Mesias, duke u ndaluar së shkeluri ligjin e tij të atit dhe duke besuar tek Mesia. Prandaj farisejnë të thonë në Gjoni 8, gjithashtu apo në Gjoni 10, duke thënë na i thuaj hapurazi, a je ti Mesia? Unë kam thënë, tha, unë jam Mesia, tha, unë jam dhe jam përmbi autoritetin e Abrahamit, sepse Abrahami kishte një farë autoriteti dhe priftëri që ai gëzonte siç ishin etrit tanë, por tha, unë jam përmbi Abrahamin në aspektin e rangut të autoritetit që ati kishte vendosur tek biri i tij, vetëm zyrën e kryepriftit të lartë që ai e fitoi në Hebrejt 5, lavdiemin të tij, që dhe Pietri masandaj citon në Veprat e Apostujve. Mund të shkojmë menjëherë kur Veprat e Apostujve 2, shikojmë fjalimin në këtë rast që Pietri do më falni sepse ka pak erë, shpresoj që zëri të dëgjohet mirë, por në Vepra 2 kemi një disa vargje të çmuara, disa vargje që shprehin mirësinë e Atit dhe thotë që duke filluar ja një moment sa ta gjejmë se ka plot që ka folur, por tepër në vargu 20 vargu 22 thot: Pura Izraelitë, dëgjoni këtë fjalë, Jashua Nazareas, njeri i dëftyr, thotu, njeri i dërguar dhe u shfaqur nga Zoti, nga Ati, ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekullive, shenja që Zoti Jahwe beri ndër ju me anë të tij, siç ju e dini dhe vetë. Beri me anë të tij, me anë të frymës së shenjtë, dhe tregon më vonë masandaj kapacitetin dhe atë vajosjen që Ati i dha birit të vetë, që sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Zotit, këshilli në planin, në mendjen, në zemrën e Atit Jahwe ishte vendosur para krijimit të botës, para ekzistenca e njohurisë që do vinte profetizimi, shpallja në këtë rast përpara krijimit, e emërtoi, e lartësoi përpara krijimit, jo në gjendjen e tij koshente, siç sot mendojnë shumë, por do t'i adresojmë ato video dhe kemi mësimet janë, mund t'i shikosh të shfaqura në ekran, janë të mësimet e para ekzistencës së Mesias, por cila është para ekzistenca e Mesias Jeshuas. Por gjithsesi, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Zotit, ju dorëzoi juve dhe ju e zutë dhe me duart e të pa drejtëve e gozhduat dhe e vravi Iliku Mesian Jeshuan me anë të atyre që ishin të fuqizuar, që ishin bijtë e djallit që i tha Mesia vetë në Gjoni 8 të farisejtë, së bashku me
perandorët romak të asaj kohe, por në veprat 21, si që ti shikon në ekran, kemi mira judejnë që kishin besuar para se ai të kryqëzoheshe dhe ecin me zell ndaj ligjit. Si ka mundësi që këta kisha e shekullit të parë ecte në këtë rast me zell ndaj ligjit, sepse donin të nderonin natin duke qenë panjolla në atë mënyrë, sepse Psalmi 119 vargu 1 thotë që bekuar janë ata që ecin panjolla, sepse ecin në ligjin e Atit Jahve. Në para Pjetrit 1:19, që panjolla pa të mbeta si eci. Që në para në letra pare Gjonit na thotë që të ecim siç ai eci. Në la një shembull, thot prap Pjetri në letrën e parë të tij, vargu 21 në letrën e dytë, para Pjetrit 2:21, në la një shembull, cili është shembulli sot i një në këtë rast asambleja, por dikush që citon emrin e Mesias të Krishtit, jashtë njëjtur nga fjala greke. Por po të shikosh Danielin, thotë Mesia në kapitull e tij, po të shikosh nga origjinali, kemi të bëjmë me një beslidhje të re që pastaj shkrua fillimisht në hebraisht, në shumë herë mendojnë që ishte aramaikja, po mund të diskutojnë për të, por nuk e shkruajtë në grekët beslidhjen e re, dhjatën e re. Beslidhja e re që Mesia Jashua erdhi për të restauruar zemrat e popullit, u vendos siç ishte profetizuar nga Jeremia 31 për 12 fiset e Izraelit, siç ti e shikon në ekran. Jo për palishmërinë që shikojmë sot, duke besuar dhe pasandaj cituar gjëra apo dalë për televizione siç është shumë si zakon sot në vendin ton apo për tej, dhe pasandaj do flasim për punën e viteve nga 90 deri në 2000 që shumë njerëz i kurajojnë dhe online për të thënë që le të dëgjojmë çfarë ndodhi nga 90 deri në 2000. Çfarë ndodhi? Ndodhi që një sistem i dërguar dhe qortuar popullin tonë, komunizmi me pak fjalë, ati lëshovi mirësinë e tij që ne të shikonim dhe të ktheheshim në pendim ndaj ligjit të tij, që në Romakve 15 apostulli Shaul erdhi deri në brigjet tona në 2000 vjet më përpara. Por ku janë ato mësime të identitetit të apostujve, specifikisht të apostullit Shaul, i njohur pali nga Perëndimi, që dishepujt e tij ecnin në ligjin e përsosur të Atit duke besuar tek Mesia në të njëjtën kohë. Në para Gjonit 5:3 dhe vargu 4 japin atë strukturën e mirë që neve duhet ta kemi, urdhërimet e atij ligjit dhe besimi tek Ati dhe Biri i tij, që e mund këtë botë, këtë palishmëri që shikojmë këtë Babiloni. Dhe masandaj dalin për të vështata apo emisione të tjera në këtë rast të një sistemi të krijuar para se ti dhe unë të njinim Krishtin nga emri i tij. Por a e njohim kush është Krishti i vërtet i Izraelit? Sepse ke shumë dalje sot dhe në Izrael që shikon duke ecur në për rrugët e Izraelit, masandaj duke marrë shenjën e Hermesit të Apollos, shenjën e vdekjes që romakët përdoren për të kryqëzuar Mesian, me pak fjalë kryqin, dhe vinë vërdallë masandaj dhe puthin gurët, shkojnë në për pllaka, ndezin zjarre masandaj. A janë bërë këto gjëra nga apostujt? A na lanë një shembull ata për të puthur gurët apo ikonat, apo të marrim kryqat masandaj në dorë dhe të vazhdojmë të ecim në palishmëri, duke shkelur ligjin e Atit, duke mos mbajtur festat biblike? Këtë na la Mesia Jashua, vëlla që po drejton shqiptar në Shqipëri apo përtej, sepse neve
duhet të marrim disa themele të shëndosha, sepse vetë para Korintasve 3 na thotë që nëse dikush dërton, le të shikojmë, dërton me disa themele të tjera, duhet të ketë kujdes ta apostulli, që apostulli Shaul tha, duke thënë në letra e Romakëve, prapë në kapitullin 7, në vargu 22 thotë, si ti e shikon në ekran, që ai kishte një gëzim dhe meditim dhe gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit sipas njeriu ti të brendshëm. A i gjejmë neve kënaqësinë në ligjin e Zotit sot? Ne citojmë emrin e Krishtit, ne i themi, dalim si po dëgjon online dhe në terren, citojmë emrin e tij, por e njohim ecjen e tij? Njohim çfarë ai ka shkruar në 4 librat e parë të Beslidhjes së Re, që u adresua popullit të Izraelit, dy me fiseve që duhet të marrin shpëtimin e tyre me anë të ndalimit të shkeljes së ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua i Izraelit. Ka shumë të krishtër që kanë dalë prej njeriut, i kam adresuar çështjet e këshillave të shekullit 3 të 4, kur filluan besimet katolike ortodokse dhe masandaj vazhduan të implementojnë dekretet të fuqizuara nga perandorët që ishin të asaj kohe, dhe i punuan mbi masën e besimit të vërtetë të rilindur të kishës së shekullit të parë, të dytë dhe të tretë, që po mirë pajiseshe për të shpërndarë lajmin e mirë të mbretërisë. Dhe masandaj citojmë vitet në 10 deri në 2000. Çfarë ndodhi në përpara në shekullin e 15 në vendin tonë? Çfarë këshillash u formuan në veri të Shqipërisë apo përtej? Ke një mbledhje, një asamble të formuar me katolik ortodoksë, ungjilltar, protestantët, muslimanët dhe persona të tjerë që formuan dekretet e tyre për të imponuar mbi popullin tonë kënjështrat e të ligut, duke thënë masandaj që le të vazhdojmë të puthim ikonat, të ndërtojmë kryqet dhe të vazhdojmë të ndërtojmë të ndërtesa për të predikuar Krishtin katolik ortodoks që kanë mbuluar ligjin. Kjo ka ndodhur që nga në 10-ta deri në vitet ku jemi tani. Para Korintasve 3:13. Jo, në fëqë në vargu 10, se do kalojmë në Romakëve 1, sëndaj. Si pas favorit të ndihmesës hirit të Zotit, atit Jahue, që mu dha, si arkitekti urtë, unë kam hedhur themele, thot apostulli Shaul, themelin, ka hedhur themelin, dhe erdi në Romakëve 15-19, erdi për të hedhur themelet në kombin tonë në shekullin e parë, në këtë rast në vitet e para, pas ringjalljes Mesias të paktën, mund të themi në 100 vitet e para, pas ringjalljes Mesias, erdhi për të hedhur themelin e shëndoshë, për të kthyer në Mesian Jeshuan dhe duke mos shkelur ligjin që përmend dishiplizimin e një besimtari dhe aq më tepër zyrën e një drejtuesi, si thot Titi 1:7, për të qenë pa njolla pa të meta, duke ecur në ligjin e tij, si shikon në ekran në Psalmin 119, vargu 1, që Mesia eci në atë ligjin dhe gjeti kënaqësinë dhe meditimin në zemrën e tij sipas njeriu të tij të brendshëm në ligjin e atit Jahve. Çfarë kemi gjetur neve kënaqësi sot? Shikojmë në farë, në shëmbëtyra e farës, urdhërimet, lajmin e mirë të mbretërisë të përberë masandaj në kontekstin më të gjerë në Mateu 13, mund ta shikojmë dhe më vonë, por le të vazhdojmë në para e Korintasve 3, vargu 10 ishim. Duke hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të, një tjetër ndërton mbi të, apo një tjetër nuk mund të ndërtojë jashtë themeleve të apostujve. Nuk mund të ndërtojë jashtë themeleve të Mesias Jeshuas që erdhi
si arkitekti përsosur, a i guri çmuar që u refuzua dhe u godit, si që më vonë ndodhi me apostujt. Dhe flasim pasaj për zyrat e kishës së vërtetë. Ku është karakteri tonë në Shqipëri për disa që drejtojnë? Në filozofi të shekullit 3-4 me dispensimin që beri ndarjen nga beslidhja e re e 12 fisëve të Izraelit të rilindur, dhe masandaj duke mësuar çfarë mësojmë sot, çfarë festa pagane ti po praktikon? Çfarë kalendari ka kjo kisha ashtu quajtur në Shqipëri apo për tej? Kalendarin e Papa të Grigorit të 13, me muajt pagane dhe djallëzore të entiteteve, të planeteve që janë engjëjt e ndacakë, demonët me pak fjalë? Ku është dita e veçuar e Atit, Jahve, Sabati dhe festat biblike të Levitiku 23 që Mesia praktikoi dhe la shembull për ne? Ku janë ato gjëra sot? Dalim masandaj siç dalin sot apo ke çdo lloj pasqyrimi me dhe dalin dhe me syze masandaj? Duhet të pendohesh nga mishi jotë për të mësuar urdhërimet e atij ligji dhe Mesian Jashuan të Izraelit. Nuk dilte Mesia me syze në për rrugët e Floridas, apo në rrugët e Izraelit, duke treguar kënaqësi dhe qefet, dhe kishte Mesia në zinxhir të tillë, prej ari, duke mbajtur kryqin katolik ortodoks, kishte gjëra, apostujt kishin dalit të tilla? Disa duhet të rilinden, se të kanë folur dhe personalisht, por vazhdon të mbash qafën e fortë. Nuk do të kthehesh në urdhërimet e ligjit si ti dhe me mira që nuk kanë hyrë në beslidhje akoma, sepse vazhdon të ecësh në palishmëri, duke shkelur ligjin e Atit që në ditën e Sabatit dhe për tej, sepse karizmatika e beslidhjeve që filluan në 1900-ën me lëvizjet e ashtu quajturat besimit kanë mbajnë peng sot me miliona shpirtra të gjallë që akoma nuk janë penduar nga shkeljet e ligjit për të besuar tek Mesia Jashua i Izraelit. Ka kohë për secilin për ne, sepse mirësia e Atit Jahve është vendosur në durimin e tij që ne të dalim nga palishmëria e denominacioneve. Ti nuk duhet të jesh as karizmatik, as ungjillor, as katolik, as ortodoks, as të ditës së shtatë, as të Jovait, as të mormonëve. Ti duhet të jesh ndjekës i Jashua Mesias të Izraelit. Dhe duke lënë shembull apostujve që ishin hebrej, të rilindur me anë të frymës së shenjtë kur ata realizuan që kishin shkelur ligjin e tyre, në këtë rast që ishte edhe në Romakëve 9, dhe masandaj besuan tek Mesia Jashua për faljen e shkeljeve të ligjit të mëkateve. Kështu hyn në beslidhje dhe reflekton atje në ujët. Kur merr vendimarrje në zemrën tënde që do reflektoj mbas atij pagëzimit që unë nuk do shkel me ligjin tënd në të mirën time të mundshme. Duke filluar me Sabatin që është shenja beslidhjes së përjetshme, është për të vazhduar dhe implementuar brez pas brezi beslidhja e përjetshme, por fjala e përjetshme sot ka kuptueshmëri në zemrat tona, sepse populli tonë është manipuluar, siç thashë, që kur apostulli Shaul në shekullin e parë u largua dhe nuk e di, Ati di kë mësovin atë kohë dhe si u la mësimi gjatë viteve, po shikojmë frutat në vendin tonë. Çfarë festa praktikohen sot në kombin tonë, apo në diasporë ku je? Pan Janusin, hynia me dy koka, demoni me dy koka, janari, gëzuar vitin e ri Janusin, masandaj festën e moralitetit dhe fertilitetit të San Valentinit, masandaj ke komunionin katolik ortodoks, mund ta marrësh çdo mëngjes drejt darkës, ka rëndësi, adhurojmë diellin në ditën e diellit, sepse Konstantini ishte adhuruesi i diellit dhe e hoqi Sabatin dhe vendosi të dielën në vitet 300. Kur këshillat e Nicejës, Laodicejës u imponuan dhe me mbështetjen gjithashtu që perandori Teodosi vendosi më vonë duke e vendosur si legjitim. Kjo është një gjë e ligjshme, tha, dhe kush e kundërshton ato dekrete demonike të këshillave të Laodicejës, Nicejës nga katolik ortodoks,
do përdiqeshe, do përndoqen. Që lidhje kemi neve me pemët pagane të ringjalljes së diellit, 25 dhjetor, ati harroi të linte po t'ishte për të adhuruar ditëlindjen e Mesias Jashuas të Krishtit? Harroi për të dhënë një datë këtuja? Harroi? Ditëlindjet janë festa pagane. Dy persona ke këtu në shkrimin që praktikojnë ditëlindjet. Faraoni dhe Herodi. Shikon Mesian Jashuan që mblodh me familjen e tij me apostujt në vitin e fundit të shërbesës së tij dhe morën tortën masandaj për të adhuruar Hanën, Artemis, perëndeshën e Hanës, duke fryrë qirinjtë për të shprehur një dëshirë. Bënin kështu apostujt. Kemi ndonjë shembull këtu vëlla motë shqiptar, kur do zgjohemi nga palishmëria. Akoma jemi për të rilindur. Drejtuesi tent akoma nuk është penduar nga shkeljet e ligjit, ti e ndjek. Apo vjen tjetri nga Kosova në Shkodër. Po sa kanë ardhur që jo nga Shkodra, po nga Europa, nga Amerika, nga Afrika. Për të mësuar një Krisht të rejmë popullit tonë, ndërkohë apostulli thotë, i këshillon Timotios, thotë, shkone qëndrone Efes për të mësuar dhe për të qortuar disa që të mos mësojnë doktrina të rejme. Që doktrina e shëndosh e vërtetë është ligji i tij përsosur që ta thotë para letra e parë Timotios. 1, vargu 8 deri në 10. Ligji që është i mirë që do ngrihet kundra çdo gjëje që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Që ai mbikëqyrësi në Titi 1 duhet të ketë jetë pa njolla, pa të meta, së bashku me diakët, ndihmës pastorët. Gjithsesi, do vazhdojmë. Le të vazhdojmë. Thamën e para e Korintasve 3. Apostujt hodhën themelet e shëndosha, duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe e mbrojtur nga çdo manipulim për të hyrë në beslidhje me anë të veprave siç adreson e Galatasët, apo edhe është këshilli i Jeruzalemit në veprat 15. Nuk hyret në beslidhje me anë të mbajturit disa gjëra të urdhrimeve, siç bëjnë farisejtë dhe siç erdhën ata vëllezërit e rejmë, tha, në Galatasve, që donin të futnin në këtë rast në zgjedhjen e një beslidhje të rejme, falso, me anë të dhe rrethprerjes që dhe Titi masandaj u afrua, por nuk e beri sepse ai kishte vendosur në zemrën e tij akoma përpara se sa këta vëllezër të rejmë, kishte vendosur Titi që mëkati ishte shkelje e ligjit dhe apostulli Shauli mësovi dhe u pendua dhe masandaj besoi tek Mesia Jashua për pastrimin e atyre shkeljeve të ligjit në zemrën e tij, siç thotë vetë Pietri në veprat 15. Dhe nuk ecën në palishmëri mbas asaj, sepse dhe Pashka ka një strukturë për të Pashka vërtet Eksodi 12, që Mesia mbajti dhe praktikoi për 31 vjet, siç thotë në Luka 22. Dhe ato gjëra do mësohen çdo sabat, nëse ka zemrën do mbajë urdhërimet e Atit, që Pashka kërkon atë rrethprerjen për tu praktikuar për ne meshkujt. Por këtu gjëra neve sot i shtrembrojmë dipse, sepse akoma nuk jemi lindur. Kemi rigjeneruar nga fryma e shenjtë. Dhe do gjejmë çdo arsye për të demonizuar ligjin e Atit të përsosur. Por çfarë ndodh me një person që ngrihet kundra Atit Jahwe në ligjin e tij? U ngrit kështu Mesia për të demonizuar ligjin e tij? Çfarë thotë Gjoni 15? Unë zbatova urdhrimet e atij ligjit. Tregoj shembullin e tij. Pa njolla, pa të meta, duke ecur në ligjin e Jahwe, siç bënë patriarkët tanë. Populli tonë vazhdon të praktikojë ligjin e Atit, fëmijët tanë shikon një gjeneratë duke ecur në palishmërinë, në shturje, në immoralitet, në festat pagane, në denominacionet e fesë së paqes, që ti duhet të dalësh prej tyre. Do jemi këtë behar, në 3 javët e para, do jem unë, me shërbesën që Ati ka vendosur dhe me vëllezërit e motra që duan të mirë pajisen.
ke zemër të ysh në besnidhjen e re? Nuk po flas sepse je pagzuar para 10 vjetësh apo para 2 vjetësh. Ai pagëzim nuk është i Biblës, ai është pagëzimi katolik që ti ke bërë, sepse nuk të kanë thënë akoma çfarë është mëkati që ti të pendohesh. Drejtuesi tënd akoma është për të pagëzuar për të hyrë në besnidhjen e re, sepse ka vazhduar për 30 vjet, 20 vjet, duke ecur në besimin intelektual, duke mësuar dhe shikuar gjëra në këtë rast që ai lexon. Ka frymën e shenjtë, sepse fryma e shenjtë nuk na bën neve të ecim në palishmëri. Vëllamot të shqiptar, zgjoju. O atim. Jemi qaf fortë. Vazhdojmë të rezistojmë frymën e shenjtë duke mos u kthyer në urdhrimet atij ligjit për të besuar tek Mesia Jashua i vërtetë që është një paketë e plotë. Kurse pendimi nuk s'ka nevojë të kthesh në urdhrimet e Atit për mos mëkatuar me. Beso tani, beso dhe hajtë të lajmi këtu ja. Beson e kush? Ke du të rëfesh ti në ecjen tënde që para Gjonit 4 thotë. Apo Romakëve 10, të rëfejmë ke? Të rëfejmë Krishtin që eci në palishmëri, që na kanë mësuar? Apo të rëfejmë atë që eci pa njolla duke ecur në ligjin e Atit Jahve? Që nuk janë të rënda, tha, në urdhrimet atij ligjit. Në Romakëve 10, që citovi apostulli Shaul, citovi ligjin e përtrirë 30. Por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të. Para Korintasve 3:10. Secili të ketë kujdes si ndërton. Si ndërtojmë neve, çfarë mësojmë, çfarë praktikojmë, sepse identiteti i apostullit Shaul është hapur në shkrimin. Ta thotë në Veprat 21:24, ishte bindur ndaj ligjit. Shikoje. Romakëve 7:22 sapo e citova. Gjente kënaqësi në ligjin e Zotit. Kishte besuar tek Mesia, te Krishti, apostulli Shaul? Po. Përse akoma i gjente kënaqësi në ligjin e Zotit? Pranon Biblën, pranon shkrimin? Por neve ku nuk pranojmë Biblën, do pranojmë njerëz përpara Biblës. Dhe kur pranon njerëz përpara Biblës, ke pranuar palishmërinë dhe filozofitë që adresohen nga vetë apostulli, të tërhequr me filozofi, me mashtrime të kota, urdhrime njerëzish, të ecur në mendje mishore që akoma nuk është rilindur, ai njeriu natyror që nuk kupton gjërat frymërore, prandaj shumë nuk kuptojnë dhe çfarë po flas. Siç bën komenta, po duhet ta shpjegosh Biblën çik më mirë. Vërtet? Por kur është momenti që ti të pendohesh nga shkelit e ligjit dhe të besosh te Mesia Jeshua që fryma t'i japi kuptueshmëri për gjërat që po flasin, që kemi predikuar në 12 vjetët e fundit. Do qortohet palishmëria në kombin tonë. Sepse zyra e profetit që atë më ka thirrur është shpaqur nga identiteti i profetëve të kaluar, duke ecur në frutat që shkrimi na thotë të mos shkelim ligjin e tij me dashje, sepse çfarë mbetet mos andaj në Hebrejnë 10. Shko lexoje. Një zjarr që do përprik kundërshtarët sepse duhet ta kishin kuptuar që mëkati është shkelja e ligjit. Ndërkohë që Bibla është shkruar një populli që i kishte hyrë në beslidhje me anë të ndalimit së shkeljes së ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Jo ai katoliku ortodoksi që ka marrë Shqipëria për shekujsh. Që shikojmë sot çdo manipulim që ndodh në kombin tonë. Po kritikojmë Mesian Jeshuan, Krishtin, jo katolikun ortodoksin. Gjithsesi, në datën 7 qershor do jemi në Tiranë në Kashar, bashkoju për të marrë urtësinë e kohës. Sepse askush nuk mund të hedhë themelet përveç, thotë një themelet të tjera, përveç atij që është hedhur, i cili është Jeshua Mesia. Karakterin e tij. Çfarë predikoi që në Marku 1? Që në Mateu predikoi lajmin e mirë të mbretërisë, që përben ndalimin nga shkeljet e ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Unë jam ai që do t'ju mësoj ligjin, urdhrimet, kështu ju nuk do mëkatoni, tha Mesia. Ama do të besoni që unë jam Mesia, unë jam ai që ishte profetizuar.
engjit vdesi, engjit të ringjallë, sepse kështu është menduar nga protestantizmi, nga protestantët, që çdo shfaqje që ati beri me engjit në dhjatën e vjetër ishte Mesia. Mos u lodhje për dikush, mos u lodh. Do lodhemi derisa Mesia të shfaqet. Sepse mësimet e Augustinit të Hipos dhe masandaj me çdo lloj manipulimi që ndodhi me dekretet e tyre, me Eusebin apo me çdo lloj mësime që ndodhen mëtej, nuk përbejnë në shkrimi. Dhe strukturën e hierarkinë e autoritetit që ati dha Mesias Jesuas, që erdhi dhe u lind nga fryma e shenjtë, u konceptua nga fryma e shenjtë në parkun e Miriam, jo të Marias katolike, që masandaj, siç thoshte edhe dishepulli juaj, masandaj, apo dishepujt e Luterit dhe të Calvin. Nuk Mesia nuk ishte, se tha, të dy thanë, a tha Krishti, tha, të mos mendojnë një se kishte vëllezër, tha, mbas lindjes së tij. Ndërkohë Luka 8, 20-21 ishin vëllezër që po donin të atakonin. Vëllezërit e shtëpisë që nuk donin të ngjiteshin në Jeruzalem, siç kishte përcaktuar ligji në 3 festat e Atit, në festën e Bukës Pamaja, në Pentakostin dhe në festën e çadrave, tabernakujve. Dhe i citohet, koha juaj është tani, tha, koha juaj është tani, për të penduar nga shkelet e ligjit, tha, të besoni që unë jam Mesia, unë jam ai që ishte para përcaktuar, para njohur në planin e zemrën e Atit për shpëtimin e njeriut. Sepse qofse neve hedhim themele të tjera, duke ndërtuar një Mesia Jeshua që Bibla nuk ka folur, me ato që shikojmë sot, kush do të ringjalli ty në atë ditë? Le të vazhdoj. Romakëve 1. I caktuar për Mesian Jeshuan, biri e Zotit, biri Elohim me fuqi sipas frymës së shenjtë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurish. Le të lodhemi pak për dikë që masandaj dëgjova video. Kemi një person që ishte i caktuar, i emërtuar, i dekretuar para krijimit të botës, që ai do ringjalleshe prej së vdekurish. Çfarë ndodhi me atë Krishtin që ishte përpara zanafillës që ti ke? Ku vajti? U zhduk ai? Mund të ringjallet një entitet i përjetshëm, siç ti në këtë rast di që zhdukja para që ati ka krijuar engjit dhe masandaj siç mendojnë që Mesia Jeshua para Miriam ishte i përjetshëm. Tani ti mendon, dhe të kanë thënë nuk është fajtet, por ne duhet të lexojmë pak më tepër. Mendon që një entitet i përjetshëm, siç mendojnë që Krishti ishte në gjendjen e tij koshenjte para krijimit të botës, ishte me siç tha dikush masandaj, ai ishte kur krijua bota, qielli dhe yjet. Okej, po çfarë u bë me atë? Nuk mund të shfaqesh ai siç më shikon në këtë rast në trup njeriu përpara popullit të Izraelit, ja ku jam. Po çfarë ndodhi me atë Krishtin që ti mendon që ishte para krijimit të botës në gjendjen e tij të përjetshme? Një entitet i përjetshëm masandaj zhduket apo është i përjetshëm? A mund të ringjallet një entitet i përjetshëm? Vetë ndërgjegjja jonë dëshmon që gjëra të tilla janë filozofi njerëzish që të dhanë në 300-400-ën, që besimtari i mesëm që do të shpëtohet, por për fat të keq jemi në një sistem të Babilonisë, të një feje katolike ortodokse ungjillore të botës,
Dhe ke hyrë në atë sistem dhe gjërat të tilla do të mësohen. Si mos andaj dalim, mos andaj në kujdesje pastorale. Vedremo, a presto parleremo di quelle cose që dalin persona mos andaj live. I caktuar biri i Zotit me fuqi sipas frymës së shenjtë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekuris. Jashua Mesia, Zoti ynë, e fitovi atë zyrëve, pra ty, e fitovi me anë të ecjes së tij, ati e kishte para përcaktuar që do ta ringjallte dhe të jepte fuqi për ta bërë Zot. Për ta bërë Zot. Fjala Zot do thot Elohim, Theos, Kurios, në Gjoni 1:1. Është njëjta fjalë që do thotë një sundim pikqyrës, mbret, më thënë, ka të bëjë me autoritetin. Fjala Elohim, Zot jepet dhe njeriut. Ju e bëri Zot faraon në këtë rast mbi faraonin, Moshen e bëri Zot ati mbi faraonin. Kanë dhe engjëjt, kanë dhe demonët, të njëjtën fjalë, koncept që ti e shikon në kontekstin ku përdoret. Me anë të cilit, dhe këtu flet për Efezianët mos andaj 4:11 të zyrën, 5 zyrat, njëra prej zyrave që apostulli Shaul kishte, zyrën e apostullit, me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullin prej tij, për të mos ecur në palishmëri, për të mos mësuar dhe për të mos ndërtuar mbi themele të shtrembëra, sepse po ndërtove një themel dhe një mos andaj një mur të shtrembër, nuk do mbajë, nuk mban. Prandaj nuk ka mbajtur dhe si ai muri, si suvatë mos andaj siç e dimë profeti flet hapurzi. Çfarë themeli janë hedhur në Shqipëri? Çfarë festa praktikojmë? Kur e takojmë atin? Në çfarë mënyre? Me anë të cilit kemi marrë hir te apostullin, fjala apostull do thotë dërgesë, urdhër, të dërgohesh. Kemi marrë thotë zyrën për të qenë në këtë rast i dërguar. Marku 3:13. Kishte një kohë qëndrese me rabine e përsosur, Mesian Jashuan, me mësuesin, me apostullin, me profetin, me Zotin Jashua Mesian, që ka titujt e tia të plota që ati dha që të trajnonte 12 apostullt fillimisht dhe apostulli Shaul mos andaj që e nxorri. Dhe dërgovi Ananian që ishte njëri devotshëm sipas ligjit. Vepra 22:13. Përse kemi Ananian në Beslinin e re, mbas ringjalljes së Mesias, që ishte i devotshëm sipas ligjit? Nuk e kishte anulluar ligji, siç bën sot një asamble në palishmëri? Nuk i marrim parasysh themelet e shëndosha, po duam themelet tona, sepse verbimi është, magjepsia është kaq e madhe në popullin tonë. Që lutem atë ti me potencialin dhe administrimin e urtësisë në zemrën tënde, në vullnetin e lirë që ke që ati të ka dhënë, mund të pendohesh nga shkelit e ligjit sot dhe të pagëzohesh në emër të Jashua Mesias në ujë për të ecur në urdhrimet e atij ligjit dhe vazhdon ta mbash besimin tek i biri i tij. Kështu ringjallesh në atë ditë. Kemi marrë favor, ndihmesë, fuqizim, hir, dhe apostullim, dhe dërgesë, dhe zyrën thot, për të mësuar urdhrimet e atij ligjit, për të mësuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe si hyn me anë të besimit tek Mesia. Pasandaj thot, përbindje në besim të gjithë kombëve për emrin e tij. Përbindje në besim është një besim hebre që neve kemi, duhet të kemi. Besimi hebrej ka të bëjë me praktikën, jo një koncept intelektual i perëndimit që kemi sot, besimin intelektual të shtirur, pa fuqinë e frymës shenjtë. Akoma drejtuesi tënd nuk është rilindur nga fryma e shenjtë. Përbindje
përbindje në personin, në emrin, në autoritetin e emrit të Jashua Mesias, personin, karakterin që foli pak më përpara, ai ka themelet e shëndosha. Themelet e shëndosha nuk krijohen duke shkelur ligjin, duke mbajtur ditën e diellit, duke mbajtur festat pagane, duke mbajtur pemë, duke vrapuar lart e poshtë. Mesia Jashua foli hapurazi për ecje në drejtësi. Le ta shkojmë në para Petrit 1, që në vargu 13 ke thirrjen për veçim. Prandaj ngjishni hijet e mendjes suaj, po i flet me fiset e Izraelit që në fillim shikon të zgjedhure të Zotit Atit me anë të veçimit, të shenjtërimit të frymës për bindje dhe spërkatjen që masandaj pastrimin thot hyrje në beslidhje me anë të Jashua Mesias. Okej. Masandaj thot vargu 13 që mendja jonë të jetë e kthjellët e shëndoshën, në ligjin e shëndoshën, doktrinën e shëndoshën, lavdi emrit të Tij. Masandaj thotë që shpresoj plotësisht në favorin e hirin që do të sillet në zbulesën e Jashua Mesias. Për këtë po lutemi për kombin tonë, për atë zbulesën e karakterit të vërtetë të Mesias Jashuas të Izraelit. Si bitë bindur mos u përshtatni lakmive të mëparshme. Cilat ishin lakmive e mëparshme? Shkeljet e ligjit, imoraliteti seksual, apo ivujtaria, festat pagane që sot i shikon brenda në mbledhjen tënde, çfarë praktikon bota? Vitin e ri të Janusit, janarin, masandaj shikon pemët pagane, mbajnë të njëjta gjëra. Hyn një person që do të shpëtohet, hyn rastësisht në periudhën e dhjetorit, shikon në pemët të zbukuruara me armë argjend, po këtë unë e kam mbajtur për shekuj, për vite. Po dhe ju e mbajt këni, sa mirë, atëri që në kam në vendin e duhur. Veçimi është ai? Ndarja, konsekrimi, tonë personal, është paligjshmëria, që ne du të pendohemi. Të mos i përshtatemi, po flet popullit të Izraelit, 12 fiset e Izraelit, që masandaj dhe në kishat në Turqinë e sotme që janë 7 kishat, ishin dhe hebrejtë dhe jo hebrejtë së Pashku, dhe ju këshillohet që çfarë? Të jeni të veçuar, që ai që u thirri, thot, të jeni të veçuar se ju duhet të keni në sjelljen tuaj. Po ashtu si ai është i veçuar i shenjtë për atin Jahwe, ai që u thirri thot të jeni dhe ju të veçuar të shenjtë në sjelljen tuaj, të ndaheni nga bota, nga paligjshmëria, nga festat pagane, nga Janusi, nga Valentini, nga ditëlindjet, nga komunionet e të vdekurve, nga festat pagane, nga pemët. Dhe praktikon Levitiku 23 për festat biblike që Mesia praktikoi dhe atje në Levitiku 19, pikërisht po citon në para Petrit 1:14 dhe më tepër 15 vargu. Po citon Levitiku 19, sepse ata, sepse po thot në vargun 16, më fal, është shkruar, tha, sepse është shkruar. Ku ishte shkruar? Në Levitiku 19. Në Eksodi, në të njëjtën kohë, që një besimtar që beson tek Mesia Jeshua te Krishti duhet jetë i veçuar me anë të ligjit të përsosur të Atit. Por ne kemi hequr atë ligjin e përsosur sot sepse ka frute që dallohen, që me njerë sa hyna të ndërtesë, ke ditën e veçuar të shenjtë ditën e diellit. Ndërkohë sabati për tu veçuar që nga perëndimi i ditës së gjashtë që është premtja që quhet, deri në perëndim të sabatit. Ndërkohë Satani masandaj ka sjellë lloje emrash dhe ditët e javës, masandaj me demonët e tij. Ke sabatin e ka hequr fjalën sabat, e ka vendosur ditën e Saturnit, të shtunën që quhen bota. E ke në anglisht Saturday, Saturn Day, ditën e Saturnit. I ka hequr festat biblike dhe ka dhënë festat e tija. Satani këtaja. Duhet neve të ndjekim e 2 Korintasve 6. Po flet të njëjtën në harmoni dhe Pietri, vëllai i tij. Çfarë do të bëjmë?
duhet të bashkohemi me festat pagane të palit, me fete paqes, që tani ka pushtet lushnja me Romën, bashku me Tiranën. Dalin foto me bekstashit, me muslimanët, me paganët katolik ortodoks, që puthin të vdekur, lutën të vdekurve. Mendojmë se masandaj dalim në të vështata, dalim të vështata për të thënë që që nga 90-ta deri në 2000, tani këto janë gjëra që kanë ndodhur. Katolik ortodokse që kanë mbi këqyrur masën në Shqipëri, ku është një popull i veçuar që Pietri po të thotë, i veçuar nga çdo lloj manipulimi të shkeljeve të ligjit. Por kur hiqet ligji masandaj, një individ, një familje, një qytet, një shoqëri në Shqipëri huan gjykimin e Atit, prandaj ka ardhur dhe është akoma në kombin tonë, që po vajtojmë janë në këtë vend, lutem dhe ecë, që vajtoj dhe shumë herë del fjala masandaj. Por si në kohët e Jeremias, vazhdon ta mbajmë qafën e fortë. Si tha Ezekielit 14, tha, biri njeriu tha, le ta shikojmë Ezekielit. Ezekieli 14. Biri njeriu tha, le të shikojmë. Ki kujdesa sepse kanë ngritur idhuj në zemrat e tyre dhe kanë vënë në përpara tyre përngesën që i bën të bie në palishmëri. Vargu 3. Ezekieli 14. Biri njeriu kanë ngritur idhuj në zemrat e tyre. Normal që kemi ngritur idhuj në zemrat tona prej shekush. Mjafton të shikoni idhuj që kemi, që duhet të hedhim tutje për shpëtimin tënd, që duhet të rilindesh me anë të ndalimit të shkeljeve të ligjit, të besimit tek Jeshua Mesia. Pagzohesh në ujë dhe nuk vazhdon të ecësh në idhujt e zemrës tonë, sepse zemra është e ligë, kush mund ta kuptojë? Le të shikojmë le të shikojmë një moment shpërqendrimi në të që kalon të prapa. Zakonisht nuk ka njerëz, por vargu 17 në para e Pietrit 1. Në qovë se e thërrisni atë që është panësi, gjykon si pas veprës të praktikës tonë, praktikojmë ligjin apo jo, sepse me atë ligj do vi Mesia Jeshua të gjykoj botën. Shikon me Jesaja 2:3 apo Malakia 4:2 të njëjtë gjë. Do mbahet ligji për sosuriatin një vjeçari. Isaja 66, 22, 23 vargjet. Po atë të pëjqil në rri tokën e re të qëndrushëm për para ti dhe do japi emrin e përjetshëm që i jep detaje në Isaja 56 për ta marrë atë emrin e përjetshëm duhet mos përdosën sabatin dhe festat e tia. Dhe thotë masandaj në Isaja 66 vargu 23 që ti e shikon ekran, që nga një në të rastë ditë e parë e stinës, ngeli fjala hen, po nga një hen e re në tjetrën, nga një sabat në tjetrën do vinë të madhur, të bie në gjunjë përpara meje, thotë Jahwe. Thotë Jahwe, nuk e thotë njeriu, nuk e thonë këshillat e Laodicesë, Nicesë, Konstantinopoli apo të Kalcedo, që të thanë ligj është hequr, që të krijuan masandaj këtë Mesian, këtë Krishtin që është dhe Ati në të njëjtën kohë dhe masandaj ai krijoi çdo gjë, por pastaj dhe ai erdhi në parkun e Miriam, siç ndodhi masandaj me krijuesin e qiellit tokës, me Atin Jahwen. S'ka gjë masandaj, ai është edhe një, ata janë tre zotra, pasaj mund të ringjallet Ati, mund ta krijojë, mund të nështrohet dikujt, merr zyrën ndërmjetësimit, po jo, nuk është Ati, është Krishti, filozofi pagane, dualiteti, prandaj shikon dualitetin me dy mendje, si tha profeti Elia, si tha i populli thanë para mbretërve 18,
deri kur do vazhdoni të ecni me dy mendje? Ku do t'i shërbesh? Tha apostulli Shaul në 2 Korintasve 6. Siç tha profeti Elia, me të njëjtën frymë, me të njëjtën ligj të përsosur, me të njëjtën moral të shëndoshë në ligjin e tij që ne duhet të kemi. Në qoftë se Zoti tënd është Bali, vazhdo të praktikosh festat pagane të kalendarit papa Gregorit të 13. Qoftë se Zoti tënd është Jahwe, Elohim Izraelit, që ka dhënë birin e tij Mesian Jashuan, kur e pritin e lartë të përsosur, që e beri Zot, e ringjalli me frymën e shenjtë, atëherë ti mund të shërbesh dhe të lidhesh ngushtë në festat e tija biblike të Levitiku 23. Kështu veçohesh, kështu ndalon së mëkatuari. Mëkati e shkelja e ligjit, thuaja drejtuesit tënd. Para Gjonit 3:4 dërgoi një mesazh nga vlla Olgeri, tha, ndoshta vjen dhe ai në beslidhjen e Mesias Jashuas të Izraelit. Ndoshta dhe shpëtohen shumë njerëz. Qofse thërrisni atë që me pa anësi gjykon sipas veprës së gjithsecilit, kalojini kohën e shtengimit tuaj mbi dhe me frikë dhe me tridhje, apo jo? Mos andaj, flet për atë ecje në të njëjtën kohë që duhet të ecim në epshet, siç pa pak më përpara, të kësaj lakmjes, të kësaj bote, në krenarinë e jetës, por të ecim në drejtësi. Të ecim në drejtësi. Çfarë është drejtësia? Praktika e ligjit. Romakëve 2:13 thotë, nuk është i drejtë ai që dëgjon ligjin, po ai që e zbaton ligjin është i drejtë dhe do të shfaqsohet atë ditë në ringjallje. Po flet për ringjalljen, do të folja është e ardhme, nuk ka ndodhur akoma, do të ringjallet, do të shpëtohet njëri përgjithmonë, do të çlirohet nga shkeljet e ligjit, nga mëkati, nga mishi, nga vetja, nga krenaria e jetës, nga imoraliteti, nga uni, nga dualiteti. Shikon mos andaj monedën e Babilonisë. Një euro i ke dualitetin atje, shikoje. Është dy persona në fryma Dionysus, mos andaj shikon dualitetin. Shikon dualitetin sot, unë e dua Krishtin, por nuk do ta di për ligjin e Atit që Krishti praktikovi. Unë e dua Atin, por mos andaj se çfarë thotë që dashuria si përcaktohet nga shkrimi, zbatimi i urdhërimeve të ligjit. Por ato gjëra nuk më takojnë mua, unë e di çfarë janë urdhërimet, unë i caktoj vetë, mos andaj bëjmë atë ndarjen demonike, civile, rituale, morale dhe zgjedhun, mos andaj këtë për të praktikuar urdhërimet e festat biblike, jo, ato ishin rituale. Sabati ishte një gjë rituale, dalës se Nehemia tha që është një gjë e keqe kush e shkel sabatin, dhe Ati tha nuk na ka gjykuar, thotë, për shkak të kësaj palishmërie, paudhësie që neve po kryem duke shkelur ligjin. Nehemia ishte profeti i tij. Nuk ishte ai drejtuesi tënd që po të drejton në palishmëri që ti duhet të vraposh. Dhe të vraposh të krahët e Atit Mesias në të njëjtën kohë, sepse ishin në një mendje, janë dy persona të ndryshëm që janë në një mendje dhe ecnin në këtë rast, si ecte Mesia Jeshua në urdhrimet e atij ligjit. Kështu nuk mëkatoi. Që Efesianë 5:1 na thot apostulli që do të jemi imitues të Atit Elohim, të Zotit të Jahwe, imitues të karakterit të tij, të ligjit të tij të përsosur. Ne kemi dashurinë e vërtetë, mos andaj në para Gjonit 5:3, që është dashuria e Zotit, Atit, që ne të mbajmë urdhrimet e atij ligjit të tij, e urdhrimet e tij nuk janë të rënda, Romakëve 10 apo ligji për të rirë 30 apo ligji për të rirë 10 kapitull apo 12 që flet për mos ecur në festat pagane, të veçohemi. Sepse gjithçka që ka lindur prej Zotit e mund botën, e mund palishmërinë, e mund në të rast festat pagane, e mund këtë Zotin e kësaj bote, Satanin, palishmërinë që shikon sot, i mund me ecjen, me mbajtjen e urdhërimeve, veçimin, kur mban urdhrimet e atij ligji që ta caktoi pak më përpara në vargu 3,
Kushdo që ka lindur prej Zotit, ta thotë sa në kapitull 29 apo në kapitull 3, të njëjta letra, i njëjti apostull Gjoni e Johanan. Sepse gjithçka që ka rilindur prej Zotit e mund botën, dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë që shprehet me praktikën e urdhrimeve të atij ligji, sapo ta tha pak më përpara, besimi që reflekton në personin që shpreh dashurinë e vërtetë tek Ati Jahwe dhe biri i tij, sepse nuk mund të kesh një Zot masandaj që ka hequr ligjin dhe pastaj shikojmë si mund të rilindja i person pa Mesian Jeshuan e vërtetë. Si mund të ringjallësh në atë ditë? I person që vazhdo të shkeli ligjin e Atit Jahwe, çfarë ndodh? Gjithsesi, folëm për shumë gjëra. Fola për ecjen tënde, fola për hyrjen në besëlidhjen e re që ishte profetizuar për 12 fiset e Izraelit. Dhe ata e morën fillimisht Mesian Jeshuan që neve duhet të bashkohemi me atë besim duke mbajtur urdhrimet e atij ligji. Dhe një nga urdhrimet janë dhe thekët në 4 cepat e rrobave tonë. Kur një person ka hyrë në besëlidhje, tregon që po praktikon urdhrimet e Atit, por kë dallojmë sot që është besimtari Mesias Jeshuas. Gjithsesi, lavdi emrit të tij. Do kemi mundësi të komunikojmë lajmin e mirë të mbretërisë sërish. Të falenderit që ndoqe deri në këtë moment, shpresoj të kesh marrë në zemrën tënde lajmin e mirë për shpëtimin tënd në emër të Jeshuas. Shalom, shalom. Deri atëherë do dëgjojmë sërish.